Një 41 vjeçar shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare për vjedhje është ndaluar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, teksa tentonte të hynte ilegalisht në Shqipëri nga Greqia. Shërbimet e policisë kufitare Kakavi në bashkëpunim me shërbimet e Frontex, si rezultat i kontrolleve të shtuar për goditjen e palishmërive në kufi, ndalimin e shtetasëve që sinjalizohen të shpallur në kërkim apo të atyre që tentojnë të hyjnë apo të dalen nga një pikë kalimi, në mënyrë të parregull kanë kapur në afërsi të një karburanti në PKK, në tentativë për të kaluar ilegalisht kufirin për të hyrë në Shqipëri, shtetasit Arbër Shehu, i 41 vjeç rezident në Greqi. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj 41 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën në çantën e shpinës disa zarfe brenda të cilave kishte 160.000 euro që tentonin t'i fusin në Shqipëri, pa i deklaruar në PKK. Gjithashtu, si rezultat i verifikimeve të kryer, ky shtetas rezultonte i shpallur në kërkim, pasi gjykata e Tiranës e ka dënuar me 1 muaj burgim për veprën penale vjedhja. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.